Pra jemi në situatën e njëjtë sikur tek çështja e verifikimit të mandateve. Ne nuk jemi për skenarin apo për opsionin e fundit që do të ishin zgjedhjet, ishim pra dëshmitar të edhe një seance me radhë ose të një vazhdimi të seancës konstituive me radhë, i cili pra nuk arriti që të realizonte me sukses konstituimin e institucionit të kuvendit. Pra nuk u votua kryetari i kuvendit, në këtë rast propozimi i partisë fituese, zonja Albulena Haxhiu. Si që kam thënë edhe herën e kaluar, ne si parti fituese kemi kryer obligimin ton kushtetues fillimisht duke propozuar kandidatin, pra këtë e kërkon kushtetuta, që subjekti fitues i zgjedhjeve të propozoj kandidatin për kryetar, dhe pastaj kemi kryer obligimin ton kushtetues edhe duke votuar për. Pra e shihni që në vazhdimsi votat tona janë për. Ata që thonë se po bllokohet konstituimi, nga të gjithë dhe gjithë duhet ndajnë përgjegjësinë barabartë, kanë gabim, sepse me vot për nuk ka blokadë. Pra blokada bëhet kur nuk voton për, kur voton kundër ose abstenon ose nuk merr fare pjesë në votim. Pra me votën për, ne për te i votës për që kemi, nuk mund të votojmë vota tjera, sepse kaq na ka dhënë kushtetari. Për kundër kësaj vlen theksohet që në vazhdimsi, pra si që keni pa, kanë qenë 57 vota të deputetëve. 57 deputet kanë votuar për, dhe ajo çfarë vlen theksohet është që janë të përfaqësuara të gjitha komunitetet pakicë në ato vota. Pra ajo çfarë po mungon në këtë rast është që votat e deputetëve subjekteve shqiptare, që përfaqësojnë subjekte shqiptare, të marrin pjesë në konstituim të kuvendit dhe të zhbllokojnë procesin. Ne sot e pa megjithatë një progres, pa një ndryshim, që tek votat kundër pati pra një rënje. Herën e kaluar kishin qenë 46 vota, kurse sot i patëm 41 vota. Shpresoj dhe uroj, pra në mënyrë që të mos kemi këtë betejën e çdo 48 orëshe, ku siç edhe jeni dëshmitar, pra ftesa ka qenë publike për konsensus politik në mënyrë që të dakordohemi për të ecur përpara. Pra këtë ftesë ka bërë kryesuesi i seancës, ne jemi të gatshëm si subjekt, si partia fituese dhe partia më e madhe me grupin më të madh parlamentar të marrim pjesë sa herë na ftojnë dhe jemi të gatshëm edhe të ofrojmë zgjidhje përpara. Megjithatë, i shihni që janë subjekte tjera që kategorikisht si subjekte pra kundërshtojnë ose edhe nuk marrin pjesë. Megjithatë, kemi pa deklarime të deputetëve individual pra që kanë shprehur gatishmërinë që të japin kontributin e tyre pozitiv për çu këtë proces përpara. Shpresoj që ky disponim, kjo lloj çësje pra të filloj dhe të mbizotëroj edhe në për subjektet në mënyrë që të ecim përpara. Gjithsesi që deputeti është i lirë të votoj pro, kundër ose abstenim, edhe kjo është e drejtë kushtetuese. Shkelja është nëse nuk votohet, pra shkelja kushtetutës është nëse deputeti nuk e ushtron përgjegjësinë, mirë po nëse gjithë votojnë dhe pastaj kemi një rezultat ku dështon konstituimi i kuvendit, atëherë ai do të ishte mesazh që përfaqësuesit e popullit nuk janë të gatshëm të themelojnë institucionet dhe duhet të rikthehet për rilegjitimim procesi edhe një herë tek votuesi. Pra ky do të ishte skenari kur të gjithë votojnë dhe nuk kalon, kjo do të ishte një ngërç. Kjo do të ishte një ngërç i cili nuk ka rrugë përpara. Pra jemi në situatën e njëjtë sikur tek çështja e verifikimit të mandateve. Po të mos votohej raporti për verifikimin e mandateve, do të ishim në situatën ku ose do duhet dorëzuar mandatet, meqense deputetët s'po i pranojnë, ose do duhet votuar për. E pam që rezultati dhe vendimi për të votuar për raportin për verifikim të mandateve e zhbllokoi procesin dhe ecëm tutje. E njëjta gjë duhet ndodhë edhe tani. Pra si që kemi thënë edhe më herët, ne nuk jemi për skenarin apo për opsionin e fundit që do të ishin zgjedhjet në atë rast, mirë po një situatë e tillë ku kuvendi, deputetët e zgjedhur nga qytetarët refuzojnë të ushtrojnë përgjegjësinë, funksionin e vet, që të konstituojnë kuvendin, atëherë kjo do të nënkuptonte që shteti nuk mund të shkojë pafundësisht pa kuvend të konstituuar. Skenari apo opsioni për shkuën zgjedhje mbetet skenari i fundit për neve si subjekt fitues. Nuk është që nuk jemi të gatshëm, ne do të ishim gatshëm të shkojmë zgjedhje, megjithatë ne mendojmë që qytetari ka thonë fjalën e vet dhe gjitha subjektet duhet pajtohen me atë rezultat tash. Sado që mund mos i pëlqej dikujt. Rezultati është ky. Lëvizja vetëvendosje ka fituar zgjedhjet me shumicë më shumë se sa i dyti e i treti bashk, dhe kësaj radhe pra duhet të formohen institucionet që të ecin tutje. Por nëse kjo pamundsohet
Pra pa mundësohet konstituimi i kuvendit, atëherë rezultati me automatizëm nënkupton që duhet ketë një proces të ri legjitimimit tek qytetarët. E që dëshiroj personalisht që të mos vija aty. Zotri Murati, apo një pyetje?